Zhvillimi i turizmit dhe investimet në infrastrukturë po ndikojnë ndjeshëm në transformimin e lagjeve të sipërme të qytetit të Gjirokastrës. Një shembull është lagja Dunavat, ku banorët kanë nisur të shohin turizmin si një mundësi reale zhvillimi ekonomik, të nxitur nga rritja e vizitorëve dhe përmirësimet në rrugë e shërbime. Shumë prej tyre po investojnë të ardhurat e tyre në restaurimin e shtëpive karakteristike, hapjen e tavernave tradicionale dhe akomodimeve për turistët. Turizmi tani ka filluar që të jetë shumë i përparuar në Dunavat edhe në gjitha lagjet e sipërme të qytetit. Edhe neve shikojmë sikur do jetë jetik për lagjet tona. Se kemi fatin që kemi urën e Alipashës këtu lart në Dunavat, edhe ka shumë vizitor. Edhe ne menduam që të bëjmë një investim të vogël. Investimi i rrugës ka ndikuar shumë, sidomos ky bypassi që është bërë tani është jashtëzakonisht shumë i mirë për lagjen tonë. Nga lartësia e kësaj zone, ke mundësi të shikosh gjithë qytetin dhe më gjerë, ajri i pastër, dielli që përgëdhel majet e shtëpive karakteristike dhe mbi të gjitha mikpritja ngrohtë e banorëve e bëjnë Dunavatin një vend të veçantë. Të gjithë kanë filluar i bëjnë familjet, shtëpit i bëjnë, i kanë kthyer në turizëm. Edhe deri diku do ketë punë, po të ketë lëvizje që të vinë turistat. Sheqim dorë këtë janë në Dunavatis. Qetësia. Njerëzit, ajri, dielli këto janë të ashtu dhe ndonjë ndihmojmë dhe ekonominë me ndonjë qep, me ndonjë hudhër, me ndonjë lakër në këto baçet, me ndonjë pul, ham një vezë të freskët. Ka filluar dhe këtu tani, pak na pak, nga 2 dhoma, nga 3 dhoma, me ato mundësi që kanë, megjithatë njerëzit mundohen, punojnë. Çai kanë restauruar, çai kanë vënë të ra, sipas mundësive. Ne jemi të kënaqur se u mësuam tani këtu tek i vend, jemi shoqëri e mirë rreth e rrotull të gjithë jemi pothuajse të tonët, edhe kalojmë bukur. Zhvillimi i lagjes Dunavat dhe përpjekjet për të shfrytëzuar potencialet e saj për turizëm janë një shembull i përpjekjeve për të ruajtur traditat dhe njëkohësisht për të nxitur zhvillimin ekonomik të zonës.